Ndryshime urgjente në kodin zgjedhor, i cili aktualisht nuk përfshin mundësinë për kandidat dhe lista kandidatësh të pavarur në zgjedhjet e ardhshme lokale. Kërkuan sot përfaqësues të iniciativave të pavarura qytetare. Ata kërkojnë të përfshihen në grupin punues të Kuvendit për miratimin e ndryshimeve ligjore të paraqitura në Ministrinë e Drejtësisë, Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut e deri tek koordinatorët e të gjitha grupeve parlamentare në Kuvend. Pjesa e kësaj iniciative është edhe organizata Më mirë për Tetovën. Nga kjo organizatë thonë se duke qenë se dispozitat e vjetra nuk janë rikthyer në fuqi, mbetet e panjohur sipas të cilave kushte kandidatët e pavarur do të mund të marrin pjesë në zgjedhje, gjë që përbën shkelje të drejtës kushtetuese për kandidim në funksione publike, e garantuar në nenin 23 të Kushtetutës. Kjo e drejtë është gjithashtu një nga vlerat themelore të rendit kushtetues të Maqedonisë. Ne si listat e pavarura kërkojmë të vendoset si kusht maksimum 50 nënshkrime për të garuar në zgjedhje, të lejohet mbledhja e nënshkrimeve edhe në terren dhe jashtë zyrave të KSZ-s, si në vendet evropiane, të zgjatet periudha për mbledhjen e nënshkrimeve në 30 ditë, të lejohet që në emrin e listës mos të jetë emri i barcit, kurse të jetë emri i listës që do garoj, të sigurohet barazi mes të gjithë subjekteve politike në përcaktimin e renditjes së vetme të kandidatëve për zgjedhjet, si për president, si për deputet, si për antarë të Këshillit apo për kryetar komune, të zbatohet detyrimi ligjor për qasjen e listën zgjedhore për të gjithë pjesëmarrësit në zgjedhje, gjithashtu edhe si për kandidatët e pavarur, dhe të ndryshohet dispozita për qasjen në hapësirën mediatike dhe financimin e fushatës zgjedhore. Sipas iniciativës, mosveprimi do të nënkuptonte gjithashtu shkeljet të drejtës zgjedhore dhe të drejtës për kandidim në funksione publike, kështu edhe konventat ndërkombëtare, dhe duke vënë në pikpyetje legitimitetin e zgjedhjeve që pasojnë.